Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju, për kësaj radhe do jap një çik më ndryshe letrat. Dhe të shohim mbreti i kupës, mbreti i shpatës, 7 të shpatës, dhe jo, ishte kështu. Tani, së shpejti në jetën e juaj qartësi të mëdha. Mbreti i kupës është i tillë, i sinqert, shikoni dhe mbrëmje i duke çfarë ka. Në kuptimin e saj vërtet një person i sinqert, një person i intuitiv, një person është sikur do qartësoheni kogja të dashur Virgjëreshës, sikur do kuptoni diçka, do mund t'i skanoni situatat, do mund të kuptoni diçka që nuk e keni ditur dhe aty do jipet vendimi. Tani mund të jetë se kam këtu 7 të shpatës është një letër paksa ta them manipulative. Jo sinqeritet, mashtrim, dinakri, pabesi e të llojit të tillë. Ndoshta kjo është ajo qartësia që do kuptoni për një person, apo të kthejmë dhe nga vetja jonë, për atë që jemi karshi dikujt. Mund të jetë dhe kjo të dashur, mund të jetë dhe kjo. Por ajo çfarë dua të them, po mirret një vendim, është mbreti i shpatës dhe tregon një ta them sikur pikë nisjes të një ndryshimi. Mund të jetë personi që do ndryshoj, apo ju karshiti, apo dikush karshiush, por me një vendim të juajin. Do thotë do qartësoheni, ajo është në dorën e juaj, do e pranoni ta falni, apo do pranoni të ecim përpara. Unë personalisht, unë fal të gjithë, unë vërtet fal të gjithë, çfarë do lloj gjeje të ketë bërë, por që nuk e frekuentoj më si person. Unë e fal që mos të bartë atë energji, se kur s'fal është një urrëtie, dhe unë nuk dua të harxoj kohë me njerëzit që nuk dua të kem të bëj. Tani nuk do të thotë që nuk ja dua të mirën, por që thjesht është larg jetës time. Tani e mora si shembull nga që shikoj që vërtet do merr një kahje komplet tjetër, do jetë një pikë nisje për të larguar nga ky person, apo nga mund të jetë partner, mund të jetë shoqe, mikeshe, dikush në familje, por që ka manipuluar gjithkohës në një mënyrë të tillë, apo ju, për dhe kjo do marr një kthes komplet të madhe. Dhe e shikoj që kjo ka zgjatur, më jep shumë për një pabesi, më jep shumë për një mashtrim, manipulim, apo gjërat nuk kanë qenë të qarta për ju. Mund të jetë mashtrimi vetës e juaj, vetës tonë, kur duam verbërisht të besojmë në diçka, kur duam patjetër të bindim dhe të gjithë tjerët se kështu është siç e mendoj kjo situata, apo ky person nuk është, dhe kjo është në një farë forme një lloj manipulimi. Por e bukura e gjithë kësaj është që po qartësoheni dhe aty po jepet një vendim të vazhdoni të jeni të tillë, ta lejoni personin apo veten e juaj të jeni kështu. Ajo është në dorën e juaj, do thotë gjithsekush vepron simbas karakterit apo dëshirës së tyre. 8 të monedhës, shikoni, janë ndryshime dhe ato po vinë. Ka qenë një periudhë gjatë që keni qenë në këtë gjendje, ta them, mund t'i keni besuar jashtëmase dikujt dhe po ndodh një lloj pabesie, apo po kuptoni një lloj manipulimi apo mashtrimi, dhe kjo po sjell vërtet ndryshime të asaj. Shikoni ku jeni këtu me një këtë gjami zmadhuese, si e pati emrin, që ti shikosh gjërat më qartë,
të zmadhuara dhe çdo gjë do i duket më qartë të dashur Virgjeri, çdo gjë do i duket më qartë dhe ajo më e qarta po fillon, shikoni, është kalorësi i monedhës, e shikoj që keni qenë në këtë situatë apo ju kanë manipuluar gjatë apo keni besuar apo keni qenë të verbër, ta them kështu, një periudhë të gjatë, nga që kalorësi i monedhës është një energji, është vërtet më e gjata, i zvarrit të gjërat deri tani. Ajo çfarë është më rëndësi, po jipet një qartësi për ju, po ju hapen sytë, ndryshimet po vinë, që do e bindni veten që nuk ishte ashtu siç e kam menduar. Apo nuk do jem i tillë apo e tillë siç kam qenë deri dje. Kjo është në dorën e juaj, por që diçka që do jetë madhore, një qartësim apo një hapje syshe të juaj të dashur. Lupa, se derisa më bjen mend me lupë duke i shikuar gjërat. Pastaj është ajo sikur puzzle, i mbledhni dhe tani po i kuptoj pse. Edhe kjo. Ca qartësi, sa do kuptoni gjërat që do ju bëjnë vërtet të ecni përpara dhe të jetë shumë mirë se që jeni në këtë gjendje tani. Mund të jetë person apo thjesht një situatë, por qartësia është aty.